Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplot. Falënderimet më të sinqerta vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshan. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju. Në rrugën e jetës, asnjë njeri nuk është i destinuar të ecë vetëm. Çdo hap që hedhim, çdo frymë që marrim, është ndërlidhur me të tjerët që ndodhen rreth nesh. Në botën ku vështirësitë shpesh ngrejnë mure mes njerëzve, ndihma dhe solidariteti bëhen ura që lidhin zemrat dhe sillin dritën e errësirë. Të ndihmosh vëllain tënd, qoftë me fjalë të buta, me dorë të hapur apo me zemër të sinqertë, është të mbjellësh farën e mëshirës që do të lulëzojë sërish në jetën tënde. Në këtë bashkëpullëtim të përbashkët, njeriu ndjen se forca e tij e vërtet nuk qëndron në pasuri, në pushtet apo në lavdi, por në aftësim për të ndjerë dhimbjen e tjetrit dhe për të bërë të mirën. Ndihma nuk është vetëm akt, por është njëkohësisht e gjuha e shpirtit. Ajo flet për dashurinë, për besim, për lidhje që të kalojnë interesat e përkohshme. Kur njeriu i zgjat dorën vëllait të tij musliman, në fakt ai zgjat dorën drejt vetë Zotit, sepse çdo mirësi që lind nga zemra është një rrezë e dritës hyjnore, që kthehet përsëri tek njeriu. Bota bëhet më e bukur, zemrat më të buta dhe shpirtrat më të lidhura. Çdo vepër e mirë bëhet një dritë që ndriçon rrugën e shumë të tjerëve dhe në këtë dritë njeriu kupton se kush e ndihmon vëllain e tij, në të vërtetë po ndihmohet nga vetë Zoti i gjithësisë. Të nderuar dëgjues dhe shikues, do ju thoya së bashku të ndiqnim surën e përzgjedhur për sot, surën Bejina, e cila është surja e 98 e Kuranit famëlar. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Ata që nuk besojnë për hiftarëve të librit dhe idhujtarëve, nuk do të largoheshin nga mosbesimi i tyre derisa t'u vinte dëshmia e qartë. Një i dërguar nga Allahu, i cili t'u lexonte faqe të pastra Kuranin, të cilat përmbanin rregulla të drejta. Ata që ju është dhënë libri, u përçan vetëm atëherë kur u erdhi dëshmia e qartë. E megjithatë, ata që nuk urdhëruar vetëm që të adhuronin Allahun me të kushtim të sinqert, duke qenë në fenë e pastër të Ibrahimit, si dhe të falnin namazin e të jepnin zekatin. Kjo është feja e drejtë. Në të vërtetë, ata që nuk besojnë prej hiftarëve të librit
dhe i kujtarëve, do të hyrë në zjarrin e xhehenemit, në të cilin do të mbeten për gjithmonë. Ata janë krijesat më të këqija. Padyshim, ata që besojnë dhe punojnë vepra të mira, pikërisht ata janë krijesat më të mira. Shpërblimi për ta është e Zoti i tyre, kopshtet e Adnit, dhe për të cilat rrjedhin e lumejnë e ku do të banojnë për herë. Allahu është i kënaqur me ta, por dhe ata janë të kënaqur me ata. Kjo është dhurata për ata që kanë frikë Zotin e vet. Pra të nderuar dëgjues dhe shikues, Allahu i madhëruar shpërblen ato të cilët me sinqeritet dhe me vepra të mira ecin në këtë botë, dhe jo vetëm në këtë botë i shpërblen gjithashtu në botën tjetër, siç e pam edhe në ajetin e fundit të surës Bejine që Allahu i shpërblen me xhenetin e tij. Ndihma e sinqertë nuk matet me madhësinë e veprës, por me pastërtinë e qëllimit. Një buzëqeshje, një fjalë ngrohtë apo një dorë që fshin lotin e tjetrit ka më shumë peshë se çdo dhuratë e madhe pa shpirt. Sepse në fund të fundit, ajo që jep kuptim jetës nuk është se sa shumë kemi marrë, por sa shumë kemi dhënë. Dhe në çdo akt të ndihmës, njeriu gjen veten, gjen paqen dhe kupton se dashuria për tjetrin është e pasqyrë e dashurisë për Allahun xhaleshanhu. Niyeti zë një vend të veçantë në transmetimet islame, por edhe Islami e ka kushtëzuar pranimin e punës, bazuar në niyetin e në qëllimin që synohet të arrihet me punën e bërë. Hadithi mjaft i njohur i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam teksa thuhet: nuk ka punë pa niyet, do të thënë se puna vlerësohet sipas niyetit të personit. Hadithi e thot shumë qartë këtë të vërtetë, se pas niyetit menjëherë vjen sinqeriteti. Sikur të bëjmë së bashku niyetin dhe sinqeritetin, atëherë puna do të jetë shumë e vlefshme për njeriu, kurse puna pas sinqeritet në të është një punë pas një pikë vlere. Dhe nga ana tjetër, sinqeritet do të thotë që shtytësit për një punë të njeriu të jenë pa asnjë ferë e pa asnjë gjend, pasi vetëm kështu mund të quhet sinqeriteti. Njësimi i niyetit ndryshe quhet sinqeriteti që puna është bërë duke pasur mendje vetëm tek Allahu dhe që të fitosh kënaqësinë dhe shpërblimin e tij në gjitha veprat e tua. Është shumë domethënës në këtë çështje edhe transmetimi i ardhur për shkakun e zbritjes së ajetit 110 të surës Kahf, ku tregohet se një burr erdhi tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili i tha: "Unë jap sadaka mbaj lidhje me të afërmin dhe këtë e bëj vetëm për hir të Allahut", thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai e përmend këtë dhe unë e falenderoj. Kjo sepse më gëzon, madje jam i mahnitur me këtë. I dërguari i Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, heshti e nuk tha asnjë fjalë. Dhe më pas zbret ajeti për të nderuar dëgjues dhe shikues, ajeti 110 i surës Kahf, ku Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Kush shpreson të takohet me Zotin e vet, le të bëj punë të mirë dhe në adhurimin kushtuar Zotit të tij të mos i bëj atij ortak e shok në asnjë tjetër. Pra ky është edhe ajeti 110 i surës Kahf. Pra të nderuar dëgjues dhe shikues, qëllimi me këtë transmetim nuk është kënaqësia pra dhe gëzimi i pavunetshëm, por është gjendja në të cilën kënaqësia e gëzimit janë qëllim për punën e njeriut, njëkohësisht dhe ajeti tregon se gëzimi i pavunetshëm çon në mungesën e sinqeritetit në niyet. Në Islam, puna e sinqertë konsiderohet punë shumë e rëndësishme, madje aq e rëndësishme sa profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na thot kështu: kush është i përkushtuar me sinqeritet për hir të Allahut 40 ditë për punën që ai po bën, Allahu bën që prej zemrës e prej gjuhës së tij të shpërthejnë burimet e urtësisë. Sinqeriteti është si një aromë e fshehtë që e bën çdo vepër të ketë kuptim.
Ajo është fryma e punës së mirë, zemra që rreh pas çdo adhurimi dhe qëllimi që i përket vetëm Allahut Zotit Mjaft të vetëm. Kur njeriu e bën një vepër për hir të Zotit, edhe nëse ajo është e vogël në sy të botës, ajo bëhet madhështore në gjej dhe para Zotit të gjithësisë. Por kur qëllimi humbet dhe zemra përlyhet nga dëshira për lavdërim, edhe vepra më e madhe humbet dritën e saj fatkeqësi, sepse hyn egoja, hyn ndjenjat e shëmtuara që prishin veprën e bukur. Allahu i lartësuar thot në Kur'anin e Shenjtë, thuaj, unë adhuroj vetëm Allahun me sinqeritet në fen time. Ajeti 14 i surës Zumar. Ky ajet është një dritë që ndriçon udhëtimin e çdo besimtari. Ai na kujton se feja nuk është thjesht një detyrim, por një marrëdhënie dashurie dhe porositie për Allahun. Adhurimi i sinqert është ai që buron nga zemra, që është një adhurim pa interes, pa përfitim, vetëm me dëshirën për t'u afruar te krijuesi i gjithësisë. Në një tjetër ajet, Allahu i madhëruar thot Bismillahirrahmanirrahim. Ne nuk të kemi urdhëruar vetëse që të adhurosh Allahun me sinqeritet në fen e tij. Ajeti 5 i surës Bejina. Kjo thirrje e butë hyjnore është si një kujtesë që përul njeriu. Në të fshehet sekreti i adhurimit të vërtet, që zemra të mos ketë tjetër qëllim përveç se njohjes dhe fytyrës së Zotit të tij. Vetëm kështu, feja merr jetë dhe çdo vepër bëhet një udhëtim drejt dritës së pafundme. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: vepra vlerësohet sipas niyetit dhe çdo njeri do të shpërblehet sipas asaj që ka pasur në mendje. Këto fjalë janë si një pasqyrë që tregojnë fytyrën e shpirtit. Allahu nuk sheh madhësinë e veprës, por dritën që e ka furnizuar ata. Një fjalë e butë, një ndihmë e vogël, një buzëqeshje në fytyrën e vllajtën musliman me sinqeritet. Të gjitha këto bëhen ibadet kur qëllimi është i pastër. Ndërsa çdo adhurim që bëhet për të dukur dhe sa për sy e faqe, është si një endë boshe që sado ti të adhurosh, ajo mbetet si një shpirt pa gjë në brendësinë e saj. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: sinqeriteti në vepra është çelësi i pranimit të tyre. Kush e ka humbur sinqeritetin, e ka humbur shpërblimin. Kjo urtësi e ardhur nga Krishti i besimtarëve e tregon sinqeritetin si portën që çon drejt kënaqësisë hyjnore. Nëse zemra nuk është e pastër, çdo punë mbetet pa fryt, sepse ajo është e shkëputur nga rrënja e saj, nga dashuria për Zotin e gjithësisë. Por, kur njeriu vepron vetëm për Allahun, çdo punë bëhet si një pemë që jep fruta pa pushim. Të nderuar dëgjues dhe shikues, Allahu i madhëruar thot në Kur'anin e Shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim, dhe mos i përzini të mirat që bëni me prishje, as mos kërkoni falënderime për to. Ajeti 264 i surës Bekare. Një vepër e prishur nga egoja është si një ujë i pastër që është helmuar nga një pikë krenarie. E mira e vërtet bëhet të heshtja, me butësi dhe me luftë në sy. Dhe njëkohësisht bëhet me një zemër të përullur pa kërkuar falënderime. Sepse shpërblimi i vërtet ndodhet vetëse në tek Allahu xhaleshanuhu, në dorën e Zotit të gjithësisë, dhe ne mos presim lavdërime nga një njeri që është njësoj si ne, i krijuar nga Allahu xhaleshanuhu, por ne të presim shpërblimin e vërtet nga Zoti i gjithësisë. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: kur robi bën një vepër me sinqeritet për Allahun, ajo ngjitet në qiell si dritë që ndriçon, por kur e bën për njerëzit, ajo bie në tokë si hije që zhduket. Ky përshkrim është i gjallë dhe prekës, sepse drita e sinqeritetit ngjitet lart pra ngjitet tek Allahu, ndërsa hija e hipokrizisë shuhet dhe nuk përfiton asgjë njeriu. Kështu janë veprat njerëzore. Disa ndriçojnë botën e padukshme dhe disa të tjerë treten dhe mbeten pa gjurmë. Allahu i madhëruar thot në Kur'anin e Shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim. Vërtet, Allahu është me ata që janë të sinqertë. Ajeti 119 i surës Tauba. Çfarë lumturie më të madhe mund të ketë njeriu se sa të shohë dhe të njohë Zotin e tij
dhe Zoti i tij ta njohë dhe të jetë të kënaqur me robën e tij. Sinqeriteti e sjell njeriu në praninë e Zotit, e mbulon me paqe dhe jep dritë syve, shpirtit dhe mendjes së njeriu. Prandaj sinqeriteti është shumë e rëndësishëm në fenë e pastër islame, sepse nëpërmjet sinqeritetit në adhurim, njeriu është i mbrojtur dhe Allahu është i kënaqur me atë dhe e mbron nga çdo e keqe. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sinqeriteti është shpëtimi, ndërsa hipokrizia është shkatrimi. Prandaj të kemi parasysh se cilën rrugë do të zgjedhim. A do të zgjedhim shpëtimin apo humbjen? Allahu na ruaj. Imam Bakr, paqja qoftë mbi të, ka thënë, një vepër e vogël me sinqeritet është më e vlefshme tek Allahu se sa një mal vepra shpata. Ky mësim na mëson të mos e masim veprën me sytë e njerëzve, por me syrin e shpirtit. Një gest i vogël, kur lind nga dashuria e sinqertë, peshon më shumë se sa një jetë plot lavdi të zbrazët. Dhe në fund, Allahu i madhëruar thot, Bismillahirrahmanirrahim. Dhe ata që bëjnë vepra të mira duke qenë besimtar, përpjekja e tyre nuk do të hidhet poshtë, thot Allahu i madhëruar. Ajeti 94 i surës Anbiya. Ky premtim është një garanci hynore. Kur Allahu premton, ai premtimi sot e nesër do të mbahet. Dhe ky premtim është një garanci hynore për zemrat e pastra. Asnjë vepër e bërë me sinqeritet nuk humbet, sepse ajo ruhet në librin e dritës dhe bëhet udhëheqëse për shpirtin në ditën kur çdo vepër do të flasë për qëllimin e saj. Dhe do doja ta mbyllja temën e ditës së sotme të nderuar dëgjues dhe shikues me një lutje dhe të lutemi së bashku. O Zoti im, bëj jetët tona të sinqerta në të gjithë punët tona, në atë mënyrë që të mos kemi në mendje asnjë tjetër përveç Teje, dhe të mos nxitojmë të shkojmë tek asnjë tjetër përveç Teje. Atë që ne duam e ata që nuk duam, bëj të jenë në ndjekje të bindjes son ndaj madhërisë sate, dhe bëj që të fitojmë kënaqësinë tënde, o Zoti i gjithësisë. Amin, ja Rabbel Alamin. Pranoje prej nesh lutjen, o Zot i botës. Në të momentin të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju uruar xhumat të begat, adhurime të pranuara tek Allahu xhaleshanuhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. أشهد أن محمد